Sezoni i këtij viti për bimët medicinale është vlerësuar si mjaft i suksesshëm nga fermerët dhe grumbulluesit. Kushtet atmosferike kanë qenë të favorshme gjatë gjithë ciklit të prodhimit, duke bërë që bimët të mos pësojnë dëmtime dhe cilësia e prodhimit jetë e lartë. Sipas grumbulluesve, edhe çmimet e blerjes kanë qenë të kënaqshme, çka ka bërë që fermerët të sigurojnë të ardhura më të mira, krahasuar me vitet kur tregu ka qenë më i paqëndrueshëm. Çmimet kanë qenë shumë të favorshme për këtë vit. Të gjitha kanë pasur një rritje të kërkesës dhe rritje të çmimit të produktit. Lule morizi me fletë është 3.000-3.200 lekë. Lule shtogut e njom 1.500 e thatë nga 8.000 dhe 9.000, gjithmonë këto dhe me çmimet e vjetra. Aguliçja ka qenë nga çmimi nga vjet që ishte 20-25, shkoi deri në 27-28.000 lekë për këtë vit. Për fermer, gjithmonë çmimi është që ne blem tek fermerët. Megjithatë, emigrimi të rinjve po ndikon gjithnjë e më shumë në mungesën e fuqisë punëtore, duke bërë që numri i personave të angazhuar në mbledhjen dhe kultivimin e bimëve medicinale të vinë në rënje nga viti në vit. Kërkesë ka shumë nga fermerët që ne kishim ose vjelësit, të rinj që ne kishim para përgatitur, ata po na ikin jashtë dhe kjo na dëmton për vazhdimsinë e breza për këtë lloj produkti që ne po punojmë. Grumbulluesi shprehen se pavarësisht rezultateve pozitive të këtij sezoni, mungesa e krahut të punës mbetet një sfidë për të ardhmen e sektorit.